E Allahu i madhëruar ju tregoi atyre që dëshiron ta tregoj dhe ne nëpërmjet këtij ajeti që Islami nuk është vetëm rregullimi i raportit në aspektin vertikal. Pra Islami nuk është vetëm të falësh namaz, e nuk është vetëm të agjërosh Ramazan, sepse krejt këto ibadete në mungesë të këtyre vlerave të tjera i ngjajnë atij zogut i cili dëshiron të fluturojë por i ka krahët e thyer. Dhe ai sado që mundohet fluturojë përsëri ka me ranë tokë. Pra ibadeti jon që të ngritet te lart madhëria e tij dhe të jetë i pranuar, ai duhet të jetë dhe të bashkangjitet të gjitha vlerat tjera që Allahu i madhëruar na obligon që duhet i kemi në raportin njerëzor. Dhe që dëshiroj t'ju tregoj atyre që Islami nuk është të rregullohesh vetëm me Zotin, por Islami dëshiron të përsosësh moralin tënd, por gjithashtu të rregullosh dhe raportin shoqëror. Nga se nuk jeton Islami në një shoqëri ku nuk ka rend. Nuk jeton Islami në një shoqëri ku në të nuk ka vlera. Nuk jeton Islami në një shoqëri ku është përhapur mashtrimi. Nuk jeton Islami në një shoqëri ku është përhapur korrupsioni. Pra atëherë vetëm do të jemi thjesht njerëz që bëjnë rituale, mirë po që vlerat fetare askundi nuk i kemi. E Allahu po ju tregon atyre dhe po na thot dhe ne, inna Allahe ya'muru bil 'adl. Dhe ne do të ndalemi te pika e parë. Ai Allahu ju urdhëron me çdo kusht ta zbatoni drejtsinë dhe të jeni të drejtë. Nëse dëshironi që të keni siguri në shoqëri. Dikush i bën padrejtësi prish rendin shoqëror. Dhe aty ku mungon pastaj zbatimi i drejtësisë, çka përhapet? Përhapet mashtrimi, përhapet dallaveria, ngritet korrupsioni, gjërat kryhen nëpërmjet miqësisë dhe jo pse ti e meriton. Pra ti kur dëshiron që të kryesh një punë nëpër institucione, pse duket ne ta dëgjojmë në veshin tonë, nëse e ke një mik, e ke të lehtë ta kryesh atë punë. E mirë, ai i cili nuk e ka një mik, ai i cili nuk e ka një mik dhe e drejtë e tij është që ti përfundohet puna, çka të bëj ai shkreti? Pse neve duket të dëgjojmë për shembull kur të shkosh nëpër disa spitale të caktuara, nëse e ke xhepin e mbushur të marrin në dorë. E në të kundërtën e saj çka bëhet? Po vdes tot në korridor. Askushi nuk ta ka. Pse ndodhin këto fenomene? Dhe neve këto nuk e bëjmë se mund ta ndryshojmë botën, se nuk kemi takat. Por neve dëshirojmë këto gjëra t'i themi për ta kuptuar ne çka jemi këtu brenda. Për ta kuptuar vlerën e fesë. Dhe për ta kuptuar që problemet çka i ka sot bota nuk është se vin nga feja dhe zbatimi i saj, por vin pikërisht nga mungesa e zbatimit të fesë. Nga se nëse vetëm këto ajete apo këto parime të këtij ajeti do të zbatoheshin nga njerëzit, do të mjaftonin këto parime për të rregulluar e gjithë bota sot, dhe askush të mos vuaj për asgjë.